Nëse nuk keni dëgjuar më parë, ekziston një aplikacion ku mundeni me përdorë gjatë kohës sa jeni në udhëtim. Në Waze mundeni me parë nëse rrugën që keni me kalu ka kolona, ka ndodhur ndonjë aksident apo ka edhe ndonjë patrullë të policisë. Unë kam instaluar dhe po ju tregoj se si duket. Ne aktualisht jemi në rrugën Agim Ramadani e mundemi me parë se sa është i dendur trafiku, ku ka patrulla të policisë e me çfarë shpejtësie mund të lëvizin automjetët. Këtu mund të shohim se trafiku në rrugën Ekrem Çabeji në Prishtinë, pra në rrugën që është këtu, është më ngarkuar, do të thotë që nga ky vend deri në atë pjesë mund të shkohet për 13 minuta. Ndërkaq në një rrugë tjetër ku po e shihni që është shënuar me të verdhë, do të thotë që trafiku është më pak i dendur. Po ashtu mund të shihni nëse ka punime në rrugë. Për shembull rrugët të cilat janë të shënuara me të verdha, me ikona të verdha, do të thotë që ka punime afër pallatit të rinisë dhe sporteve, po pikaj dhe këtu shihet që para 48 minutash njëri përdorues i këtij aplikacioni ka treguar se në këtë vend ka një patrullë të policisë. Po ashtu edhe ka në vende të tjera. Nëse ju duhet të dini se cila është banatorja më afërt, mund të shkoni te pjesën Where to që po shkruan këtu poshtë dhe janë specifikat e ndryshme që mund t'i zgjidhni. Tek pjesa More ka opsione të ndryshme të cilat mund t'i zgjidhni, shkojnë te pjesa Farmaci dhe pra shihni që këto me ngjyrë portokalli janë banatorët të cilat janë afër vendit ku ne jemi. Nëse ju duhet të marrni ndonjë shërbim mjekësor, atëherë është e njëjta procedurë, pra hyni në pjesën të cilin ju tregova më parë, është pjesa Medical Care, pra me marrë shërbime shëndetësore dhe në pjesën poshtë tregon se ku janë qendrat e ndryshme ku mund të merrni shërbime të ndryshme shëndetësore. Tani lokacioni i cilin jemi shënon me të kaltërt, andaj mundemi me zgjedhë njërin prej lokacioneve ku dojmë shku, për shembull e zgjedhni qendrën kryesore të mjekësisë familjare, e cila është më afër vendit ku jemi. Pjesën poshtë View Roads do të tregojnë se në cilat rrugë mundemi me shku, e klikojmë këtë pjesë. E prekim Go Now, e tregon rrugën se si mundemi me shku deri atje. Do të prej këtu deri këtu është rruga e cilën kemi me kalu, e që rruga që tregova më parë është rruga përballë nesh, e tregon që trafiku nuk është i dendur. Po ashtu tregon edhe për sa kohë mund të shkojmë atje, që është 6 minuta.